Një grup I vogël aktivistësh dhe artistësh të rinj shkruajnë çdo ditë me gëlqere të bardhë një mesazh të ditarit mbi bulevard. Te këndin e fëmijëve ke plot fëmijë që pikturojnë në shesh ose lojnë mesazhet e tyre ose bëjnë diçka, edhe ne menduam pse mos ta bëjmë për masa më nda. Mendoj se cili këtu në mënyrën e vet po kontribon, edhe më bëhet qefi që disa ide çohen për te kësaj proteste. Janë sikur është vendi I hapësirës një Shqipëri e të re. Në momenti që Edi Rama ka hedhur librin Besa, që ne kemi shkruar I pa besë, edhe dim fare mirë që kryeministri Edi Rama na ka treguar më së miri që ai është thjesht I pa besë. Ditari në bulevard po mbështetet mbase padashje edhe nga vetë Bashkia e Tiranës. Punonjësit e saj kujdesen që çdo mesazh të fshihet brenda pak orësh, duke e pastruar në heshtje kanavacën për mesazhin që do të vijë mbrëmjen tjetër.